Ka qenë prezente për disa ditë me radhë, por është përmbyllur me interpretimin e të rinjve dhe të vjetërve, zërave të rinj, por edhe emrave të mëdhenj të teatrit Migjeni, që kanë interpretuar poezi të cilat zënë vend në Shkodër. Sonde jena mlell këtu dhe po me një rast shumë të veçantë për mua, sidomos sepse si interpretuesi poezisë. Cilës poezi? Poezisë autorëve të ri, të cilët janë autorë të qytetit tonë, Shkodrës, edhe që në një mënyrë një tjetër me forma të ndryshme ata po bëhen të njoftën për talentin e tyre, për krimtarinë e tyre. Dhe kjo gjë është një gjë shumë e bukur, një iniciativë shumë e bukur që unë jam shumë i lumtur që jam pjesë i kësaj iniciative për të interpretuar poezi të tilla që mbartin me të vërtetë atë modernizmin ose më mirë me thënë atë bashkëkohorsinë tonë në të cilën jetojmë dhe shpresoj që të kena sa më tepër të tilla evenimente, pse jo. Një aktivitet që përfaqëson poezinë dhe interpretimin dinjitoz të rinjve dhe atyre që sot ngjiten në teatrin Migjeni. Majnan ku je? T'ja speshe se shkina e shkije po do në curin me ma prej. Edhe tash që i mushet vjeta rinë shtroje t'u i lingu, pa mujt kur me uqun kam d'veta. Ka t'ja maj. Qka të bëje shkreta, kështu lëshu doret prej gjithkuj. Se shkja u vlan tash po ma myt, e mu tash më verbon dësyt. Zot i lumnuam në menjën teme soli një dritë bev dishiri me bamun ull. Në venet largëta e katuna radhës malësh. Me shkami e kreshtat zhveshën, e tërpishëm sipër, e me ahishte, e me tjerë druj vumun rrëtha rotull, thua se vet i malli, në orë të gazit e knatësis, i sënisi me dorë të padukshme e të magjishme. O vullnete ndryma, në grushta që likta të shekujve të kalue. O vullnete që trypuna me themra të ngurta, të ditajve të tërguam, të cilët nullë për se qafje këtë i pari i ranë, dhe vatat trona në mjerimi për lanë. Unë përgjithsisht nuk shkruaj rime, as për Krishtlindje, as për Bajram, as për ditëlindje, as për ndonjë festë tjetër. Nuk shkruaj, pse rime që në atë ditë tanë bota bajnë, nuk dija plotësohet 1%.